Të dashur shqiptar, zonja Eleni Kocaqi ka bërë një zbulim madhështor pa dashje. Ajo ka zbuluar që fjala pel e shqipes do të thotë kafshë ngjyrë gri ose ajo që të godet dhe të lë një njoll të mavjosur. Ky zbulim është kaq i madh sa ju se merrni dot me mend. Tregon që ne jemi vendas, që ne kemi qenë këtu dhe që gjuha jon është e lidhur me ilirishten, që është një dialekt helen praktikisht. Dhe çfarë ndodh? Emri i malit Pelion, që fatkeqësisht Kocaqi e mendon nga pela e jon, vërtet lidhet me fjalën pel, por Pelion është asnjansi dhe Pelias është emër mbiemëror në greqisht, edhe në ilirisht, sepse ilirët flisnin një dialekt helen. Pra, në këtë mit që do ju tregojmë tani, është e sigurt që pela godet Peliasin dhe i lë një shenjë ngjyrë gri atij mavi që quhet Pelion, edhe në shqip pela është një kafshë ngjyrë gri, ose me njoll gri, ose ajo që të godet dhe të lë një njoll mavi gri. Ky është një zbulim fantastik. Pra, po t'i bashkojmë forcat, unë dhe studiues të tjerë, unë nga pikpamja gjuhësore dhe ata me thellësinë e njohjes së tyre të mitologjisë helene, ne do bëjmë mrekullira. Pra, në vend që të grindemi, unë propozoj bashkëpunim. Ta shikojmë se si u bë ky zbulim. Ky fragment është marrë nga Biblioteka Apollodorit dhe rrëfen lindjen e binjakëve Pelias dhe Neleus, bij të Tyros dhe Poseidonit. Përkthimi në shqip. Tani, Tyroja, bija e Salmoneut dhe e Alkidikës, u rit nga Kretheu, vëllai i Salmoneut. Ajo ra në dashuri me lumin e Nipe dhe shpesh shkonte pranë ujrave të tij rrjedhëse dhe u shprehte atyre vajtimin e saj. Por Poseidoni, duke marrë pamjen e Neipeut, u bashkua me të dhe ajo fshehurazi lindi 2 djem binjak, të cilët i braktisi. Ndërsa foshnjat qëndronin të pambrojtura e të vetmuara, një pel që u përkiste disa kuajmbajtësve që po kalonin aty pranë, goditi me thundër njërin prej 2 foshnjave dhe i la në fytyrë një shenjë të mavjosur. Kuajmbajtësi mori të 2 fëmijët dhe i rriti. Atë që kishte shenjën e mavjosur Pelion e quajti Pelias, ndërsa tjetrin e quajti Neleus. Kur u rritën, ata zbuluan se kush ishte nëna e tyre dhe vran njerëkën e saj Sideron. Me që e dinin se ajo e kishte keq trajtuar nënën e tyre, ata e sulmuan. Por para se të mund ta kapnin, Sideroja kishte gjetur streh në rrethinë e saj të shenjtë të herës. Megjithatë, Peliasi e vrau atë pikërisht mbi altarët dhe që prej atëherë vazhdoi ta trajtonte herën me përçmim dhe fyerje. Pra, fjala pelë lidhet me mitin e Pelionit, lidhet me emrin Pelias, një hero mitik ilir helen, i cili u godit nga pela dhe i mbeti një njoll ngjyrë gri në trup. Ky është një zbulim madhështor që provon që shqiptarët janë vendas dhe që gjuha shqipe është shumë e lidhur me gjuhën helene të lashtë. Ju falenderoj dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.